Unë do doja të rria pak, jo më shumë se sa tek operacioni apo ajo që njihet edhe në leksikun PSYOPS, pra një operacion psikologjik dhe efekti në moralin, por edhe në opinionin publik rus që jeni jo të paprekshëm, por një invazion apo një goditje mund t'ju vi brenda territorit tuaj, dhe kjo ishte shumë e qartë. Megjithatë, nëse do të shikojmë të gjithë rrugtimin e këtyre kamionëve, për çka po flitet edhe në mediat botërore, jemi duket sikur kemi një kal troje modern, ku ata ushtarët nuk dalin më nga fundi i kalit të drurit, por dalin nga disa kamion të cilët mbajnë shtëpiza druri, ku në taracat e tyre janë dronët. Dhe ishte shumë interesante të kuptoje që edhe vetë transportimi i tyre për gjatë gjithë territorit jashtë Ukrainës dhe brenda Rusisë, shoferët nuk kishin një njohuri apo informacion se çfarë mbanin, në mënyrë që të ruhej edhe ftohtësia e tyre.